Për të diskutuar më shumë, lidhur me këtë mbledhje të parë të bordit të paqes, do të kemë në këto momente drejt për së drejti deputetin njëkohësisht kryetarin e Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu. Zotin Mediu, përshëndetje. Përshëndetje. Zotin Mediu, si e pat mbledhjen e sotme të bordit të paqes për Gazën? Sa një mbledhje do të thënë e parë, iniciuese, ku u thirrën të gjithë ata që ishin firmëtarë të bordit të paqes, përfshi edhe Shqipërinë. Ajo që unë do të them është që gjithë forcat politike në Shqipëri, në mënyrë të padiskutueshme, duke vlerësuar partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë rënë dakord që Shqipëria duhet të jetë anëtare e bordit të paqes. Por në gjithë të parazhvillim kemi pasur një tendencë për ta personalizuar këtë ditë të sotme si një marrëdhënie ndërmjet Ramës dhe Trumpit, gjë që nuk ishte as pak e tillë. Siç e pat, kanë qenë përfaqësues të gjitha vendeve, të cilat patën mundësi të dalë një foto me president Trump, thonë edhe fjalën e tyre. Pastaj, po ta shkoj më tej, në mënyrën se si do të thonë është zhvilluar ky proces, ajo që është absurde për gjykimin tim që nuk ka të bëjë as pak me Republikë Parlamentare është fakti që kur u miratua antarësimi i Shqipërisë në bordin e paqes nga Kuvendi i Shqipërisë, siç u tha edhe nga Rama në mënyrë bipartizane, u vendos një ligj me një emër, gjë që është një gjë krejt e pa precedent dhe nuk do të një Republikë Parlamentare, sepse aty përfaqësohet Shqipëria, jo Edi Rama. Në momentin që s'është Edi Rama, do të thonë duhet bëjmë një ligj tjetër për të vënë një emër tjetër. Nga ana tjetër, do të thonë ajo që unë dua të theksoj, po ta shikoni edhe për të, por në shpesh nuk bëjmë analizë, është një angazhim i Shqipërisë për të kontribuar me trupa paqëruese. Ky vendim është një vendim që i takon Kuvendit të Shqipërisë, i takon një analizë e cila duhet bërë. Jo se unë jam kundër pjesëmarrjes me trupa paqëruese, por duket qartësisht që jemi kthyer në një republikë të njeriu vetëm i cili thotë dhe bën çfarëdo gjëje, do të thonë vetëm e vetëm për të fituar një pozicion të caktuar në atë që është skena, po të them, botërore e në interesat vetat krejt personale që s'kan bëjnë as pak me thelbin. Por duhet vlerësoj një pjesë tjetër, do të ngritjen e zërit për sa i përket asaj çka po ndodh në Hag, që besoj ishte një qëndrim i drejtë dhe vlerësues nga ana ime sepse ka të bëjë me historinë e popullit të Kosovës dhe jo vetëm dhe thjesht me 4 drejtuesit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ajo që po ndodh në Hag është çbërja e historisë së Kosovës, tendenca për të shkatëruar atë që u ndërtua me gjak sakrifica në bashkëpunim me NATO. Dhe përqendruar edhe pak tek përfaqësimi, si e pat pra përfaqësimin e Shqipërisë, por edhe Kosovën, pra duke mos kaluar tek individët që marrin pjesë aty, thjesht tek përfaqësimi i vendeve tona. Është e rëndësishme, besoj është e rëndësishme sepse Shqipëria është një vend i vogël dhe angazhimi në nivele të tilla është një gjë pozitive, si për ne dhe për Kosovën. Ne nuk mund ta humbisim këtë rast për të qenë pjesë, por gjithmonë duhet të jetë edhe një politik do të e mirë menduar për rolin që duhet kemi. Nuk besoj që nga pikpamja ekonomike, ushtarake apo qoftë gjeopolitike Shqipëria ka një relevancë madhe, por nga pikpamja simbolike pjesëmarrja e Kosovës dhe Shqipërisë në këtë bord paqe forcon marrëdhënien dypalçe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatin ton strategjik dhe besoj që i vlen në perspektivë marrëdhënien ndërmjet dy vendeve dhe interesit ton kombëtar në veçantë Kosovës dhe çështjes shqiptare. Ju e prekat pak premtimin e kryeministrit Rama për të dërguar pra trupa në Gaza. Nga ana tjetër, si e shihni këtë vendim nga perspektiva e sigurisë dhe politikës së jashtme shqiptare? Flasim trupa duke respektuar edhe të gjitha rregullat që ju i përmendet më parë. Nuk është angazhimi i parë që ne kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës në misione të tilla. Kemi filluar për të parë, do të thonë, misionin në Afganistan, për të vazhduar pastaj misionin në Irak. Dhe kemi pas gjithmonë angazhime me trupa paqëruese. Pavarësisht se roli i tyre do të thonë ka qenë në fillim force protection dhe pastaj ka qenë edhe pjesëmarrje aktive do të thonë operacionet ushtarake. Ajo që është e rëndësishme është që do të thonë çdo planizim për sa i përket dërgimit të trupave në misioneve të tilla është e rëndësishme që duhet vinë në mënyrë institucionale. Ajo që unë kam thënë dhe përsëris është që për fatin e keq janë zhbër institucionet. Dhe vetmja gjë që është sot është vetëm kryeministri. Nuk kemi as president, nuk kemi as Këshill Sigurie, nuk kemi as parlament. Se besoj që duhet jetë një diskutim që duhet bërë, apo jo. Kush është kontributi ynë? Nuk ka një diskutim të tillë se kush janë rregullat e mënyra funksionimit dhe angazhimit tonë në bordin e paqes, dhe ne marrim vesh nëpërmjet ekranit qendrimit të qeverisë shqiptare. Nuk ka as transparencë, asnjë gjë e cila duhet patjetër që duhet parapri vendimarrje të tilla. Besoj që janë të rëndësishme që të koordinohen me partnerin ton kryesor, por njëkohësisht duke parë edhe atë që është zhvillimi i pritshëm i Shqipërisë në kuadër të vendit antar të NATO-s, por në kuadër të vendit kandidat për Bashkimin Evropian.
Zoti Mediu, Bordi i Paqes është paraqitur si një mekanizëm për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare, madje disa thonë se mund të synojë të zëvendësojë edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Madje për agoninë e OKB-s foli edhe kryeministri Edi Rama. Sa realist është ky qëllim dhe çfarë pasojash mund të ketë për institucionet ekzistuese ndërkombëtare? Po këtu është pastaj edhe paqëndrueshmëria logjike dhe politike e Edi Ramës, për faktin e thjeshtë sepse OKB-n para një viti apo një vit e ca çmonte si një nga institucionet më të rëndësishme, momentin kur Shqipëria kishte drejtimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, apo jo. Dhe për vende si Shqipëria, do të thonë institucione të tilla si OKB janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse janë institucione kur Shqipëria është pjesë dhe ka mundësi që të bëj politikën e saj. Dhe zhbërja ose shpërfillja e tyre për Shqipërinë nuk është një gjë kaq nuk është e rëndësishme, nuk është besoj do të thënë e dobishme. Nga ana tjetër, për Shtetet Bashkuara të Amerikës padyshim që po, se janë kontributori më i madh i Kombeve të Bashkuara, kanë pritshmëri maksimale për zgjidhjen e çështjeve të paqes e kështu me radhë, gjë që nuk janë të njëjtat gjëra siç ndodhet për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe interesat e saj, edhe për Shqipërinë, e cila është një pjesë periferike në këtë politikën globale apo zhvillimin gjeopolitike. Prandaj është e rëndësishme që do të thënë kur marrin pozicione të tilla, është marrin një pozicion i cili nuk naq për momentin një palë të saktuar. E di çam kujton kjo, nëse kujtohet kur ishin në një takim në Europë, kur ishte Macroni për t'i bërë qefin Macronit me Alijevin, filloi të diskutonte se si presidenti Trump kishte gjetur paqen ndërmjet Azerbajxhanit dhe Shqipërisë. Pra këto batuta të tilla dhe këto qendrime të tilla tregojnë mungesë konsistence dhe logjike politike në politikën e jashtme të Shqipërisë. Në qoftë se Shqipëria ka arritur në pozicion që thotë Kombet e Bashkuara janë në agoni, atëherë ne duhet marrim të kuptojmë një gjë që ne luftën më të madhe sot në pikpamjen e interesit ton kombëtar e kemi për antarësimin e Kosovës me Kombet e Bashkuara. Qofse është një institucion në agoni, atëherë çfarë politike të jashtme kemi bërë deri tani për të futur Kosovën në një institucion i cili është në agoninë e vet? Në një kohë që është një institucion shumë i rëndësishëm dhe flet sot, dhe vendos sot apo diskuton sot për Kosovën, që është pjesa e pandarë e interesit ton kombëtar, është pjesë e qëndrueshme e shqiptarizmit. Pra, ka disa gjëra të cilat janë përdoren për momentin për të kënaqur, do të thonë, një pjesë, por që kanë kosto pastaj në proces. Pra, ajo që unë shikoj, Edi Rama është gati do të thonë të putë çdo lloj dore në marrëdhënie ndërkombëtare dhe të bëj arrogantin pastaj me shqiptarët edhe me politikën shqiptare. Financimi i rindërtimit të Gazës u diskutua me një fond prej miliarda dollarësh, ku Trump tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kontribuojnë pikërisht me 10 miliard dollar, më fal. Çfarë di më shumë për shumat që do të menaxhojë ky bord? Shiko, qëllimi, pra gjithë e bordit ishte që gjithë secili vend i cili do të ketë një ulse permanente, duhet patjetër që do të kishte një kontribut prej 1 miliard dollarësh. Gjë që për Shqipërinë është pothuajse krejt e pamundur. Në gjithë potencialin ekonomik që ka Shqipëria dhe problemet e mëdha që ka ekonomikisht. Dhe nga kjo pikpamje do të nuk është se ka Shqipëria një vend permanent dhe i potencial për të kontribuar. Prandaj përpiqem ta kompensojmë me këto çështje që kanë të bëjnë me dërgimin e forcave të armatosura në Gazë për të qenë sadopak do të thënë pjesë e atij angazhimi do të thënë në një sektor i cili është po i rëndësishëm, do të thënë përveç rindërtimit që është do të thënë sektori i sigurisë. Megjithatë, unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për një debat hapur. Debati për sa i përket angazhimit tonë në Bordin e Paqes nuk bëhet vetëm e thjesht në Washington. Bëhet në institucionet e sigurisë së Shqipërisë dhe bëhet në Kuvendin e Shqipërisë, gjë e cila nuk ndodh. Dhe kjo është një gjë që padyshim besoj që krijon kostot e veta në mënyrën e sjelljes politike, por edhe në mënyrën e sjelljes institucionale në Shqipëri. Zoti Mediu, Trump ka përmendur edhe çështje të tjera ndërkombëtare si Irani dhe marrëdhëniet me Kinën. Cili është komenti juaj lidhur me këto dy pika? Dihet tashmë edhe po të lexosh strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të thënë Kina është padyshim një kundërshtari kryesor, më i fuqishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës në potencialin ekonomik dhe ushtarak që ajo ka, në rrezikshmërinë që ajo paraqet në aspektin gjeopolitik, në aleancat që ajo ka ndërtuar tashmë, në kontrollin që ajo ka të bëjë me sistemin e prodhimit, në kontrollin që ajo ka të bëjë me teknologjinë apo me ato që quhen raw materials. Dhe Kina është kundërshtari kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk është thjesht çështje kompeticioni, por është dhe çështje influencash të cilat krijojnë ose bëjnë shaping të sigurisë globale edhe në mënyrë të veçantë edhe të problemeve të Europës. Në këtë pikpamje do të thënë qëndrimi i presidentit Trump
në raport me Kinën ka qenë më së i qartë. Dhe po ashtu po ta lexojmë edhe Nation Defense Authorization Act, qartësisht edhe për Ballkanin kërkohet frenimi i influencës kineze dhe ruse në rajonin e Ballkanit. Pastaj Irani po ashtu është një çështje edhe një problem jashtëzakonisht i madh në radhë parë sepse tenton të bëhet një fuqi nukleare, por edhe është një partnere afërt me Kinën edhe me Rusinë, duke krijuar një bosh tjetër gjeopolitik. Dhe ajo që unë të paktën analizoj është jo vetëm një ballavaçim i drejt për drejt me Kinën në çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe me tregtinë sot, por edhe me vendet cilat janë partnerët të Kinës dhe influencën ku e ka Kina në mënyrë të veçantë. Shkëputja e Rusisë nga Kina dhe si them, heqja e çdo mundësie që Irani të jetë një forcë e cila krijon probleme, jo vetëm linjën e mesme, por edhe më tej linjës mesme. Dhe Irani, kur flitet për Gazën, apo edhe për Libanin, apo edhe për linjën e mesme, ka qenë faktori më destabilizues dhe sponsorizues i grupeve terroriste. Zoti Mediu, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe punë të mbarë. Faleminderit juve.